Ka thënë, pra men sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin, do të thënë kush ja kërkon Allahut shahidllëkun me sinqeritet. Ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Dhe Allahu e ngre dhe ja mundson do të thënë të arrijë pozitën e shahidave edhe nëse vdes në shtratin e tij. Për këtë shkak, kur flasim për udhëzimin edhe gjetjen e të vërtetës, atëherë krahasojeni me çështjen e shahidllëkut. Ai njeri që me të vërtetë i lutet Allahut, me sinqeritet e do udhëzimin dhe kërkon prej Allahut që të jetë i udhëzuar, padyshim se Allahu do t'ia japë udhëzimin. Ai njeri që me të vërtetë me sinqeritet i lutet Allahut që t'ia përmirësoj moralin, t'ia përmirësoj gjendjen, patjetër se Allah do t'ia japë atë. Dhe çdo gjë që i kërkon njeriu me të vërtetë Allahut. Dhe jo vetëm do thot ka që njerëzit bëjnë lutje, i bëjnë syefaqe Allahut. Do të thënë sigur të dalë i arsjetun para Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, nuk ka mundësi ta arrijë këtë njeriu, por duhet të arrijë, do të thënë që t'i drejtohet Allahut vetëm me sinqeritet.